Kjo video është për ty grua, për ty që ndihesh e lodhur nga burrat. Nëse ndihesh e lodhur dhe nuk beson më tek burrat, kjo do të thotë që ti nuk je vetëm. Kjo histori nuk është vetëm e jotja, sepse nuk je vetëm ti. Ti po i përjeton këto, sepse të gjitha këto historitë i kam përjetuar gjyshet tona, nënat tona, sërgjyshet tona, 14 breza më mbrapa. Ato që u tradhtuan, u dhunuan, u nënshtruan, nuk u respektuan nga burrat, por ato nuk ishin guxim të flisnin kurrë. Sot unë jam para jush që të flas me guxim dhe të bëhem zëri i të gjitha atyre grave që nuk folën. Ka gra që janë të forta, por zemra dhe shpirti tyre kanë zemërim, kanë idhërim, kanë mlef nga ato që ju kanë ndodhur dhe nuk janë respektuar. Dhe zemërimi tyre nuk është vetëm nga tradhtia, por është sepse ata përdorën dashurinë si mjet kontrolli, ndjenjat e tyre dhe nuk i respektuan. Unë jam një nga ato gratë, po që u martova dhe u tradhtova dhe u zhgënjeva, nuk u respektova për atë që ishte. Sepse zemra ime, ndjenjat e mia duanin dhe respektonin dhe bënin durim. Por nuk ishte Merita që bënte durim, po ishte mamaja ime, gjyshja ime, stërgjyshja, ishin të gjithë juve që më dëgjoni, ishin të gjithë brezat nga mbrapa, 14 breza, që shpreheshin ndërmjet meje, ndërmjet ADN-s në çdo qelizë të trupit tim. Nuk isha vetëm unë. Gjithmonë i jepnja më tepër se sa merrnja dhe merrnja thërrime. Të gjitha këto i bënja nga dashuria, i bënja si nëna ime, si gjyshja ime, që gruaja duhet të jepte, dhe nuk isha në vendin e gruas, por isha në gruan, më falni, në vendin e nënës, ka shi një burri, sepse vetëm një nënë ri e qëndron me durim për evlatin e saj, pa kërkuar ndryshimin nga mbrapa. Por ne kemi qenë në vend të gabuar, dhe kjo, siç them me hierarkinë, nuk ishim në vendin ton. Por ne nuk na mësuan të ishim vajza dhe të respektoheshim nga babai jon. Nuk ishim në vendin ton asnjëherë kur ne u rritëm. Të gjitha këto i kalonja në trupin. Tani është koha të ndalojmë të gjitha këto plagë që sjell edhe ti që më dëgjon në këto momente. Të gjitha këto plagë 14 brezave nga mbrapa, këto plagë që i ke mbajtur në eshtje, por atje është bërë sëmundje, është bërë urrëtie, është bërë mlef, është bërë agresivitet, ose është bërë ftoja e ndjenjave të tua. Ngrirja e zemrës. Dhe të gjitha këto ja ke bërë vetës tënde dhe i ke përcjell tek fëmijët e tu, sepse siç kam thënë dhe në video të tjera, traumat trashëgohen. Dhe kjo është e gjithë rruzulli toksor. Është një plagë e madhe e kolektivit. Dhe erdhi koha që ne këtë plagë ta zgjedhim. Erdhi koha që të ndalojmë të fajsojmë burrat, të urrejmë burrat, por të shikojmë të vërtetën në sy. Erdhi koha të ndalojmë së duruari në emër të dashurisë. Dashuria nuk është mos respektim. Dashuria nuk është lëndim. Dashuria nuk është mashtrim, manipulim, shfrytëzim, sakrificë, por është thjesht dashuri. Në dashuri japim dhe marrim. Je burr ose grua, nuk mashtrojmë,
nuk plagosim njëri tjetrin dhe nuk tradhtojmë. Është koha që ne të çlirojmë. Është koha që ne të ndalojmë të jemi me meshkujt që nuk na respektojnë, por të kërkojmë respektin, nderin e tyre dhe të japim dhe të marrim dashuri. Është koha që ne të kërkojmë nga meshkujt të mos përdoremi, por të nderohemi dhe jo të na përdorin. Erdhi koha që ne të vejmë kufi të shëndetshëm, po më parë këto kufin duhet t'ja vejmë vetes dhe mos e lejojmë veten të dështojmë dhe të bëjmë sabotazh veten tonë, duke e ulur poshtë e më poshtë. Dhe zgjidhja është të shërojmë zemërimin tonë të brendshëm, sepse zemërimi ku largohet dhe në vend të saj vjen dashuria, vetëm atëre mund të ndryshojë dhe shoqëria. Dhe le të fillojmë një marrëdhënie të re nga dashuria dhe jo nga nevoja. Mos bëhemi më ato femra që shfrytëzohen dhe heshtin për nder të familjes dhe për sytë e botës. Dhe këtu të bëj thirrje së bashku me mua që erdhi koha të çlirosh plagët e tua. Dhe për çlirimin e plagëve, vetëm sistemi përfaqësik dhe mënyrat e ushtrimet e ndryshme të saj në individ ose në grup do të ndihmojnë të lirohesh nga të gjitha këto plagë dhe nga këto plagët e kolektivit. Në të njëjtën kohë, të ftoj, në qoftë se dëshiron, të punosh me përkushtimin dhe hierarkinë, në qoftë se do vërtet të dalësh nga këtu që ke hyrë dhe nuk del dot. Na intereson të gjithave ne, grave, po edhe ju burrave, ju bëj thirrje dhe ju, të punojmë me vendin tonë në familjen që u rritëm, me hierarkinë dhe të punojmë me vendin tonë në familjen që kemi krijuar dhe të jemi në vendin e gruas dhe të burrit me ndershmëri dhe me dashuri. Dhe gjithçka do të bëjë që dhe kolektivi dhe shoqëria do ndryshojë. Do vinë në jetë fëmijë pa trauma dhe çdo gjë të jetë në sistemin e tij. Mjaft më në robëri, po erdhi dita të jemi në liri. Unë jam këtu, Merita Cake, terapiste, për të ndihmuar të lirosh plagët e shpirtit, trajneri i zhvillimit personal, për të dhënë dorën dhe për të udhëhequr që të fillosh zgjimin tënd. Jam shkrimtare e 4 librave që mund të ndihmojnë të lirosh frikrat e tua, që janë kryesori të mos kesh gëzim dhe për zhvillimin tënd personal edhe shumë të tjera. Po përgatit një libër që do jetë shumë i rëndësishëm dhe për ty dhe do ketë në qendër ushtrime dhe përvojën time personale, si unë fillova të shikoj plagët e mia dhe t'i shroj. Por unë nuk mund të bëj as edhe një gjë në qoftë se ti nuk dëshiron të lirosh barrën që ke marrë përsipër. Dhe zgjidhja është vetëm një, puna me veten dhe të shikosh veten. Kushdo që mund të lirojë barrat e tij, ka liruar dhe 4028 paraardhës nga mbrapa, por gjithashtu ka punuar për fëmijët e tij dhe fëmijët e fëmijëve, çka po vjen nga ne që këtu e tutje. Vetëm kjo është zgjidhja. Duke punuar me vete për një shoqëri më të mirë, për një jetë më të mirë. Në qoftë se dëshironi të punojmë bashk dhe të merrni programin e përkushtimit dhe të hierarkisë, mund të më të telefononi ose të më shkruani në grup, ose të kërkoni ty në grup, në Viber ose në WhatsApp tek telefoni 00 30 699 321 46 37. Ju dua shumë, ju falenderoj për gjithçka, të keni një ditë të bukur.